Katër ish banor të show të famshëm televiziv Big Brother VIP Albania u bën pjesë e garës së zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Aktoria Julia Iliriani, tenori Armaldo Klogjeri, Fotini Dergjo dhe Jetmir Salaj janë katër ish banorë që kandiduan në listat e partive për deputet. Aktoria Julia Iliriani kandidoi në listën e hapur të Partisë Demokratike në qarkun Tiranë. Nga rezultatet zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, aktoria ka siguruar vetëm 121 vota. Tenori Armaldo Klogjeri kandidoi në listën e hapur të Partisë Demokratike në qarkun e Elbasanit, duke siguruar 1381 vota, por pa mandat deputeti. Blogeria Fotini Dergjo, e cila kandidoi për Partinë Mundësia të Agron Shehajt në qarkun Gjirokastër, nuk arriti të sigurojë asnjë vot. Ish-banori Jetmir Salaj kandidoi në listat e koalicionit Nisma Shqipëria Bëhet në qarkun Vlorë, ku mori vetëm 66 vota. Kujtojmë se tenori Armaldo Klogjeri ishte faktor i rëndësishëm në edicionin e dytë të showut Big Brother VIP Albania, gjë që mund ta ketë ndihmuar të sigurojë një numër kaq të lartë votash, edhe pse fatkeqësisht për të pa siguruar një mandat deputeti për të hyrë në kuvend.